E formësuan si një lëvizje politike me krijimin e partisë tonë, Partinë Demokratike, më të bukurës dhe më të hishmes. Partia Demokratike është partia e dashurisë për Shqipërinë dhe nuk kishte si të ndodhte ndryshe pas themelimit të saj. Dega e parë u hap në kavaj. Ndaj, në këtë rrugtim 35 vjeçar, sot është moment të përulemi me respekt përpara themeluesve, antarëve, mbështetësve tanë, kontributorëve ndër vite, burrave dhe grave që udhëhoqën fitoret tona, por edhe ata që mbajtën gjallë Partinë Demokratike në kohë të vështira. Sot është gjithashtu një moment për të kujtuar ata që nuk janë mes nesh, që i kemi përcjellë me dhimbje, por që do t'i kujtojmë gjithmonë për veprën e tyre. I pa harruar qoftë kujtimi i tyre. Të nderuar miq, Partia Demokratike u ndërtua për të lënë fund frikës. Ajo u ndërtua për të rikthyer pronën, për të hapur kufit dhe dinjitetin, për të vendosur themelet e shtetit të së drejtës dhe për të lidhur fatin e Shqipërisë me Evropën. Të gjithë ne këtu kemi kokën lart, pasi përfaqësojmë një formacion politik që ka ndërtuar themelet e Shqipërisë, që i ka dhënë Shqipërisë shpresë dhe zhvillim. Përfaqësojmë një formacion politik, patriotësh që e duam të punojmë për Shqipërinë dhe ta shohim atë të shkëlqej, dhe duke se koha po na thërret edhe një herë. Momenti ka ardhur dhe është data 22 dhjetor. Kemi nevojë të përveshim mëngët dhe ta bëjmë Partinë Demokratike fituese në të gjithë Shqipërinë. Të trokasim në çdo derë dhe të jemi të qartë me njerëzit. T'i ftojmë ata në shesh, si do t'i drejtojmë si një drejtë e shenjtë, si një detyrim ndaj vendit dhe ta bëjmë bulevardin dëshmor dhe kombit që të kumboj për t'i hapur rrugë kohës së re të shqiptarëve. Dhe kavaja do të jetë aty në krye të sheshit. Për ta mbyllur, le ta marrim forcën nga shpirti i madh kavajes, nga themeluesit, nga drejtuesit ndër vite, nga tradita e saj për të mos u përkulur, nga guximi i saj për të mos heshtur, nga historia e saj për të qenë gjithmonë në anën e drejtë dhe të ecim përpara për një Shqipëri më të mirë e më të ardhme, për fëmijët tanë, për familjen tonë të madhe që është Shqipëria, pasi vetëm Partia Demokratike ka fuqinë për ta bërë këtë. Nderim dhe mirënjohje të thellë për të gjithë ata antarë dhe të gjithë demokratët. Gëzuar 35 vjetorin e Partisë Demokratike Dega Kavaj, gëzuar kavaj e shpirtit të madh, Zoti e bekov Shqipërinë, Zoti e bekov Kavajën fitore. Tani kam nderin dhe kënaqësinë, pa humbur kohë, të ftoj profesor doktor Sali Berishën. Të dashur qytetarë dhe qytetaret këtij qyteti të bekuar,